këto janë marrëveshje dhe ju pajtoni me mu që një marrëveshje duhet të negociohet në mirë besim, sepse ka zotime që të zbatohen. Po, mesazhi i Trumpit, muja, s'kemi kohë, mesazhi i Trumpit. Mirë besimi është pjesë esenciale e zbatimit të detyrimeve që i ke marrë. Dhe nëse ti pastaj njëherë po më thu s'pe në shkruj, pastaj po del kryeministri i Serbisë që e në shkryj të më tha për mjë shma. Po edhe nas kemi besim se po lypëm koka, zoti muja. Ne ta përfundoj, zoti Matoshi. Dhe ai del thot që nuk e në shkryj tëm, e u pajtum së për me ik sankcioneve, dhe na kemi përvojën që për që 10 vjetë jë në shkru marrëveshje dhe nuk jënë zbatu asnjëherë, mendoj që qëndrimi, insistimi të është legjitim. Dhe mesazhi për Trumpin. Po, e treta po vi tek këtu duhet përmbushën. Te mesazhi, unë besoj që Kosova gjithmonë duhet i gëzohet angazhimit të aleatit strategjik të Kosovës, Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe interesimi i tyre është gjë pozitive çdo herë. Ajo çfarë ne atakon është që ne të adoptojmë pozicione që mbrojtja e sovranitetit dhe kushtëtutshmërisë, aty ne insistojmë në mënyrë parimore, do dialogojmë, por ne jemi këtu për të mbrojtur interesat e Kosovës dhe kjo është roli i mandatit që kemi marrë. Çka nëse zbarkon Grenelli? Shikoj, ato janë ose një Grenell tjetër, çka problem? Ato janë gjëra hipotetike. Jo, ai me qenë se ka fol, ka me qu dikon, shpejt. Aktualisht ne jemi duke... Ju jeni pa qeveri, zoti. Aktualisht e kemi një qeveri në detyrë, me kompetencat të kufizume. E cila moralisht nuk do duhet me shku në dialog, zoti muja. Jemi në proces, zoti Matoshi, nëse sheh raportin e Bashkimit Evropian, thot që qeveria rubrikës së Kosovës është e ndërlidhur, ka zbatuar 100% politikën e jashtme të sigurisë Bashkimit Evropian, dhe në njëjtën kohë jemi poshtu të ndërlidhur 100% në zbatimin e prioritetet politikës jashtme të Shtetit të Bashkuara të Amerikës. Kemi lajme të mira, sidomos vitin e fundit, sa i përket trashësisë së bashkëpunimit në fushën e brendshme. Ne jemi aliat strategjik me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por... Fjallë bukova në këtu, shkojnë tutje. Çka nëse delegacioni amerikanë gjon Kosovën pa qeveri, pa kuvend, që kjo ke pyetja jam. Komisionit Evropian, që thot Kosova ka qenë 100% në linjë me politikën e jashtme të Bashkimit Evropian, dhe po ashtu ishte edhe deklarata e fundit, e shiliti edhe Defender Europe. Si friksoni fare Trumpit? Si friksoni fare? Unë besoj kështu. Ajo çfarë realisht ta them, si përfaqësues, si agent politik, unë i freksohem ma tepër qasjes kalkuluese që kanë pas politikanët e Kosovës. Skema tokë për pushtet ka mbaruar. Tash jemi këtu për ta mbrojtur çdo cep dhe kushtetutën e Kosovës. Edhe një herë muja çfarë thon me liot tutëm. Tokë për pushtet. Po. Kjo s'ka dhon tokë kush, kjo është ka dhon tokë. Ideja e pasimit të territoreve tu e thonë. Jo, s'ka dhon tokë. Okej, shikuesi i nderuar sepse s'kemi kohë. Ne vojmë sugjeru po mos. I kam pyetje shumë të forta shikuesit. Do ta nisim me Lulzim Bexheti. Po me gjitha çmora përgjigje. Mos ngotni burra se s'dihet çfarë. Matoshi tani çfarë bëj tani unë? Jo, po s'mora përgjigje çka nëse ju kërkon institucione delegacioni amerikan. Çka ka me kërkon çka? Çka? Shkojmë shikuesit le Matoshi që s'ka marrë përgjigje. E mundësinë ka pas. Lulzim Bexheti nga Xhilani. Matoshi. Ndale më përgjigj. Zoti Matoshi, muja nuk je ndale. Lulzim Bexheti ish kandidat për kryetar të Xhilanit. E bëni pyetje thotë çu shpjegohet që Prizren Alia me kandidu për kryetar Prishtinës, kjo i bën sikur Dimali me kandidu në Drenas. Shikuesi që po e bën pyetjen ish kandidat për kryetar të Xhilanit dhe është nga Xhilani. Po tash nëse shehni kur ne kemi fituar në Prishtinë, Shpend Ahmeti në atë kohë ka qenë Mitrovica Ali. Prishtina na jo më shpati është i lëm Prishtinë, Prishtina Ali. Okej, po Kosova me koncept provincial. Nuk është pyetje për ty, Red, kur vendos me kandidatin rregull atë. Është koncept provinciale. Para e dyta, thash, Hajrullah Çeku jeton, vepron, punon edhe veprimtarinë e ka në Prishtinë, e ka edhe në Prizren. Ti po të thonë Prishtina është e gjithëve. Se nuk duhet me dal hipokrit. Çka lidhje ku jeton në burr. Veprimtarinë e tij kryesore ka këtu. Thash,
i dhash atributet dhe mendoj që është opsioni më i mirë. Okej. Pyetje tjetër, Recep, vetëm pak. Po leja ata thotë shumë është me rëndësi që kjo pjesë. Koncept provincial, do të thonë je i asaj pjesës bën.